Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në webinarin 3, pjesë e serisë mbi monitorimin dhe vlerësimin për politikat e shtetit të së drejtës realizuar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri dhe ekspertja Mimoza Agolli. Në këtë sesion do të flasim për krijimin e një sistemi MEL, duke u fokusuar te kuadri i tij logjik dhe elementet bazë të tij. Për krijimin e kuadrit logjik të monitorimit dhe vlerësimit ndiqen disa hapa, të cilat ne do t'i shikojmë gjatë këtyre moduleve dhe webinareve. Pra, siç e shikojmë edhe nga tabela, janë 5 hapa të cilat janë të rëndësishme që të ndiqen në këtë fazë, duke filluar me identifikimin e kritereve, me përcaktimin e pjesëmarrjes, me përcaktimin e metodologjisë që do të përdoret, gjithashtu të parametrave dhe së fundmi konfirmimi i të gjitha zgjedhjeve për të bërë të mundur realizimin e kuadrit logjik të MEL. Në fillim, le të rikujtojmë qasjet kryesore që mund të aplikohen gjatë monitorimit dhe vlerësimit. Qasjet që lidhen me monitorimin janë qasja pjesëmarrëse, pra siguron përfshirjen aktive të grupeve të interesit, qasja që është e fokusuar tek grupet e interesit, duke vendosur nevojat dhe perspektivat e tyre në qendër, është qasja e drejtësisë sociale, që ka në fokus grupet e marginalizuara që mund të preken nga programi në fjalë, qasja e bazuar në teorinë e programit, që shpjegon se si aktivitetet pritet që të sjellin ndryshime, dhe cilat janë arsyet dhe objektivat kryesore, si edhe të nxënit apo learning për të siguruar përmirësim të vazhdueshëm të monitorimit. Këto qasje ndihmojnë që monitorimi dhe vlerësimi të mos jenë vetëm procese teknike, por ato të kenë në radhë të parë një ndikim real. Për të zgjedhur qasjen më të përshtatshme, duhet që të bëjmë një sër pyetjesh që lidhen me objektivat, grupet e interesit dhe aktorët e tjerë që duhen përfshirë, indikatorët, burimet dhe aktivitetet. Kështu, pyetjet që mund të bëhen në këtë moment janë të tilla. A janë përfshirë të gjitha grupet e interesit? A është specifikuar objektivi dhe qëllimi i mailit? Si do të mësojmë dhe përmirësojmë proceset tona gjatë rrugës? Këto pyetje sigurojnë që qasja e monitorimit të jetë gjithëpërfshirës dhe efektive. Në fazën e dytë, duhet të fokusohemi tek ajo që njihet si teoria e programit dhe logjika e programit, të cilat janë themelet e çdo kuadri MEL. Teoria e programit shpjegon arsyet dhe supozimet se pse politikat tona pritet të sjellin ndryshimin e dëshiruar. Teoria e ndryshimit lidhet ngushtë me objektivat dhe shpjegon se si hap pas hapi aktivitetet tona çojnë drejt rezultateve të pritshme. Logjika e programit paraqet vizualisht këtë proces, duke treguar lidhjen midis inputeve, aktiviteteve, outputeve, apo siç njihen ndryshe rezultatet e menjëhershme, outcome-eve, apo siç njihen rezultatet afatmesme, si dhe impaktit, apo ato që quhen ndryshe dhe ndryshimet afatgjata. Logjika e programit nga ana tjetër është një mjet operativ që na ndihmon të kuptojmë më qartë rrugëtimin e bërë nga aktivitetet tek rezultatet. Këtu është një shembull i teorisë së programit dhe i logjikës së programit, ku janë të përcaktuara pra aktivitetet dhe se si ato ndikojnë drejt për drejt tek outputet, tek outcome-et dhe tek impakti. Si shembull praktik, mund të marrim gjithashtu edhe raportin e progresit të strategjisë kombëtare për punësim dhe aftësi për periudhën 2022-2023. Ky raport progresi përdor teorinë e ndryshimit dhe logjikën e programit për të paraqitur qartë ndikimin dhe arritjet që masat e parashikuara në strategji kanë realisht. Kur ndërtojmë teorinë dhe logjikën e programit, është mirë të reflektojmë mbi pyetjet e mëposhtme, ato që njihen pra edhe si checklista e programit. A kemi nisur nga qëllimi dhe objektivat e programit? A kuptojmë mirë dallimin mes teorisë dhe logjikës së programit? A kemi identifikuar dhe analizuar bazën e provave që mbështesin teorinë? A janë lidhjet mes hapave të justifikuara? A kemi identifikuar supozimet që qëndrojnë pas tyre? A tregohet qartë kalimi nga produktet të rezultatet si në periudha afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë? A kemi marrë parasysh faktorët e jashtëm që mund të ndihmojnë ose mund të pengojnë ndryshimet?
A kemi rënë dakord me grupet e interesit për mënyrën më të mirë të paraqitjes së këtyre elementeve? A përputhen burimet që kemi me shtrirjen e programit? A do të na ndihmojë teoria dhe logjika e programit për të identifikuar pyetjet kryesore të vlerësimit? Dhe së fundmi, a kemi parashikuar një proces për rishikim dhe konfirmim para zhvillimit të mëtejshëm të kuadrit MEL? Për realizimin e pyetjeve të vlerësimit mund të ndiqen këto hapa të thjeshta. Pra si fillim realizojmë një draft pyetjesh, më pas në hapin e dytë kemi përfshim aktorët dhe grupet e ndryshme të interesit. Hapi i tretë duhet të shërbejë për të bërë të mundur një krahasim ndërmjet pyetjeve që kemi bërë dhe të dhënave dhe burimeve të ndryshme që kemi në dispozicion, dhe së fundmi finalizojmë pyetjet e vlerësimit që do të shërbejnë për programin MEL. Pyetjet që mund të bëhen sa i përket këtij komponenti lidhen dhe me elemente si përshtatshmëria e programit, efikasiteti i zbatimit, impakti që ai ka sjell, efektiviteti në arritjen e objektivave, si dhe qëndrueshmëria e tij në kohë. Këto pyetje janë baza për të kuptuar vlerën dhe rezultatet reale të ndërhyrjes sonë. Pra në këtë tabel ju shikoni pikërisht elementet që tham, pra eficienca, impakti, qëndrueshmëria, efektiviteti dhe përshtatshmëria. Ndërkohë këtu është marrë një shembull tjetër ku për pyetjen që lidhet me relevancën, pra me përshtatshmërinë, kemi disa nën pyetje të cilat mund të shërbejnë pikërisht për të matur aktivitetet dhe impaktin e tyre. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj sot dhe për vëmendjen gjatë këtij sesioni. Shpresojmë që informacioni i ndarë t'ju ndihmojë në projektimin dhe forcimin e sistemeve MEL, duke i bërë ato më të qarta, më të strukturuara dhe të orientuara drejt rezultateve të prekshme. Ju kujtojmë që këto webinare janë pjesë e moduleve të integruara për MEL të politikave të shtetit të së drejtës, të përgatitura nga Lëvizja Europiane në Shqipëri, në kuadër të projektit ndërtimi i partneritetit mbi çështjet themelore, fuqizimi i OSHC-ve për procesin e anëtarësimit në BE, financuar nga Bashkimi Evropian. Ju mirëpresim në modulet e tjera. Mirupafshim.